Xheneta Fetahu tash e disa muaj është në rolin e opinioniste në programin e diell në Top Channel. E së fundmi u diskutua raporti Nuse Vjehër, ku në lidhje me këtë ka ndarë disa detaje. Ajo ka rrëfyer se ka qenë e fejuar për 5 vite dhe nuk ka patur raport të mirë me vjerrën. Modelja shqiptare shtoi nga ana tjetër se ka patur një marrëdhënie shumë të mirë me ish vjerrin, për të cilin ka shumë respekt edhe tani. Unë kam qenë e fejuar 5 vite dhe kam jetuar me të dashurin. Gjatë verës kemi jetuar bashkë me familjen e tij për shkak të punës. Unë me vjerrin kam patur gjithmonë raporte të mira. Edhe tani kur shihemi kemi kontakt jashtëzakonisht të mirë, ndërsa me ish partnerin nuk kam. Për ish vjerrin shumë respekt, se realisht më ka dashur dhe më ka respektuar gjithmonë, kurse me vjerrën kisha gjithmonë probleme. Duke qenë se ai ishte djali i vetëm në familje, ajo e kishte të vështirë që ta konceptonte se dashuria ndaj gruas dhe ndaj nënës është e ndryshme, tha Fetahu. E pyetur nëse ka qenë ajo faktor në përfundimin e marrëdhënies suaj, Xheneta u përgjigj: pak a shumë nga fundi ka qenë edhe ajo shkaktare. Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova theksoi po ashtu se ish-partneri i saj nuk e ka marrë asnjëherë guximin që të flas me të ëmën për këtë çështje. Ish-partneri im ishte gjithmonë në situatë palakmuesme, se unë u mërzitesha këtej dhe ishte edhe ajo që nuk e kuptonte dot që askush nuk të merr djalin, nëna ka vendin e vet. Ajo bëhej xheloze për gjën më të vogël. Ish-partneri im nuk ka folur kurrë me të, por kemi folur me ish-vjerrin time dhe ai ka ndërhyrë. Nuk ka qenë shqiptar dhe kishte shumë paragjykime, ishin nga Turqia,